Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, ditën e sotme për të nisur maratonën e gjatë në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet më të fundit, komentimet dhe ngjarjet që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Do të nisim këtë ditë duke komentuar Xheneta Fetaun. Xheneta Fetau, një personazh tepër i komentueshëm në rrjetet sociale, por këtë herën e fundit, siç duket, ka ndodhur mes saj edhe gazetarit të njohur dhe ish opinionistit në fakt Big Brother VIP Kosova, Olti Curit. Siç duket, Olti ka publikuar një fotografi që Xheneta Fetau nuk ka patur dëshirën që të publikohet kjo fotografi dhe sipas Xhenetës, Olti Curi ka prekur në privatësinë e saj. Unë herë do të lexoj të gjithë lajmin që përflitet për Xhenetën dhe më pas do ta komentojmë. Një video e publikuar së fundi nga opinionisti dhe personazhi i njohur i rrjeteve sociale Olti Curi ka ndezur një stuhi komentesh dhe reagimesh në rrjetet sociale, duke kthyer vëmendjen e ndjekësve dhe mediave roz drejt influenceres së njohur shqiptare Xheneta Fetaut. Në videon që është shpërndarë gjërësisht në platformat ndryshme sociale, Xheneta shfaqet në një ambient publik në shoqërinë e një mashkulli të panjohur për publikun e gjerë. Do me thënë, videon të cilën e ka shpërndar Olti Curi, duke Xheneta Fetau, normalisht para se Xheneta do të futej në shtëpinë e Big Brotherit, e shoqëruar me një djalë i cili nuk ka qenë në personazh publik. Pamjet kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur dyshime dhe për të nisur spekulime rreth një lidhje të mundshme dashurie mes dy personave. Tani do me thënë, disa nga fansat thonë që videoja, e cila është postuar ka qenë para se Xheneta të futej në shtëpinë e Big Brotherit, të tjerët thonë se ka qenë video e kësaj vere që në fakt ngro pikpyetje shumë, por siç duket nga videoja që po transmetohet, Xheneta Fetau po lidhe një lidhje dashurie dhe nuk dëshiron që këtë lidhje ta bënë publike, duke bërë që portalet të ndryshme të fillojnë të raportojnë për një romancë të re në horizont, gjithmonë. Reagimi i publikut ka qenë menjëhershëm dhe intensiv. Komentuesit të ndarë në qëndrimet e tyre kanë filluar të hedhin hipoteza të ndryshme, të bëjnë krahasime dhe të shprehin mendimet e tyre mbi dinamikën e dukshme mes dy personazheve në video. Do të thënë, në video duke qartë, videoja është e filmuar nga lart, ku Xheneta duket me këtë zotëri. Për një pjesë të tyre, gjua e trupit dhe afërsia në video lën të kuptohet më shumë se sa një raport miqësor, ndërsa të tjerët janë treguar më të rezervuar, duke pritur një reagim zyrtar nga vetë protagonistja e videos. Nuk ka kaluar shumë kohë nga publikimi i videos dhe vetë Xheneta Fetau ka vendosur të ndërhyjë për të sqaruar krejtësisht këtë situatën, do me thënë, për të sqaruar këtë dinamikën e madhe që filloi të përflitet që Xheneta Fetau ka një lidhje dashurie, Xheneta Fetau ka krijuar emocione, etj. Në një reagim të shpejtë dhe kategorik, ajo ka mohuar çdo aludim mbi një lidhje sentimentale me djalin që shfaqet në videon e saj. Do me thënë, sipas Xhenetës, djali që shfaqet në videon e Xhenetës nuk është një personazh që Xheneta Fetau do të kishte patur një lidhje dashurie. Ajo ka theksuar se bëhet fjalë për thjesht një mik të saj, me të cilin ndan një shoqëri të mirë, por pa pas asnjë lloj përfshirje romantike në këtë mes. Reagimi i saj megjithatë nuk ka qenë i mjaftueshëm për të zbutur diskutimet në rrjetet sociale, të cilat vazhdojnë ende me intensitet shumë të madh. Ndoshta për shkak të mungesës së detajeve më konkrete mbi natyrën e raportit të tyre. Ndërkohë, në një tjetër detaj mjaft interesant, ka dalë në dritë dhe ka hedhur dritë mbi mënyrën se si funksionon shpeshherë prapaskena e botës së medjes sociale dhe të ashtu quajturës industria e lajmeve ros. Olti Curi përmes një postimi të drejtë për drejtë ka zbuluar se për këtë video specifike i është bërë një ofertë financiare për mos ta publikuar. Tani këtu në fakt lindën edhe pikpyetja e madhe, në qoftë se Oltit i është bërë një ofertë financiare për mos ta publikuar këtë videon, pse atëherë ka patur Xheneta kaq shumë problem? E para dhe e dyta
mos vallë Xheneta nuk ka dashur të publikohet kjo video me të drejtën e plot për të ruajtur etikën e personazhit në fjalë, sepse jo çdo njeri meriton dhe duhet detyrimisht të jetë fytyrë publike, sepse kalon një moment me një personazh publik, por duke njohur Median Rose, duke njohur aktivitetin që bëhet në Median Rose, me patjetër që nuk do t'i shpëtonte Medias Rose një moment i tillë dhe personazhi në fjalë. Olti Curi, sipas tij, atij janë ofruar plot 5.000 euro për të mos e nxjerrë videon në publik. Kjo shifër ka habitur ndjekësit dhe ka ngritur pyetje të shumta mbi arsyet e forta që mund të kenë çuar dikë të bëjë një ofertë të tillë, e cila në vetvete lë të kuptohet se videoja ka një vlerë të konsiderueshme ose së paku mjaft të përshtatshme për imazhin publik të dikujt. Do të thënë, kjo nuk kupton që videoja e cila do të publikohej, nëse do të publikohej, por ajo u publikua në fakt më nga Olti Curi, do të thënë do të ishte e dëmshme për personazhin publik në fjalë Xheneta Fetaun dhe Ana Sjelltas, do të thënë zotërin i cili është në pjesën e kësaj videos. Ky detaj ka përforcuar më tej kuriozitetin e ndjekësve dhe ka shtuar një shtesë tjetër intrigues në gjithë këtë histori kaq të madhe. Spekulimet janë shtuar kush ishte realisht mashkulli në video, pse dikush po do të përpiqej ta blinte heshtjen me një shumë kaq të lartë dhe a ka të bëjë kjo histori me më shumë se sa një shoqëri të thjeshtë. Do me thënë, dyshime dëgjoni tani, dyshimet janë normalisht që një personazh publik në qoftë se del me dikë në plazh, me patjetër që bëhet çiftë, sepse ne ashtu i kemi çiftëzuar të gjithë njerëzit. Do me thënë, është personazh publik, e shikojmë me dikë tjetër, ne çiftëzojmë një herë, do me thënë është fenomen që ndodhen tek shqiptarët, po nuk do të thotë që Xheneta ka përzgjedhur që të shkojë diku me dikë dhe ka ofruar 5.000 euro që kjo video të mos del dhe kjo të keq kuptohet në këtë mes, dhe do me thënë personazhi publik është i dashurisë. Ajo thjesht mund të ketë qenë një mik i mirë, mund të ketë qenë një shok i mirë, mund të jetë edhe një person që Xheneta njeh shumë vite më përpara. Për momentin këto pyetje mbeten pa përgjigje, normalisht se Xheneta nuk ka përzgjedhur të fletë rreth kësaj pjese, ndërsa videoja vazhdon të shpërndahet, komentohet dhe të jetë një nga temat më të nxehta në rrjet. Nga ana tjetër, përfshirja e Olti Curit në këtë ngjarje nuk është diçka e rastësishme, i njohur për mënyrën e drejtpërdrejtë dhe shpesh provokuese të raportuarit. Curi nuk ka nguruar të tregoj prapas skenat e këtij rasti, duke konfirmuar edhe një herë se nuk është thjesht një shpërndarje lajmesh, por është edhe një aktor aktiv në skenën e medias sociale shqiptare. Reagimi i tij ka qenë i prerë, duke mos e pranuar ofertën dhe duke vendosur transparencën mbi ndjekësit e tij, por edhe kritik nga ata që e konsiderojnë një veprim që ushqen thashe themet dhe dhunën verbale në rrjetet sociale. Përfundimisht, ky epizod tregon se sa e ndërlikuar mund të bëhej jeta publike në një epokë në rrjetet sociale, ku çdo dalje, çdo video dhe çdo pamje e kapur mund të shndrohet brenda pak minutash një lajm, një ngjarje dhe kombëtare. Nëse historia do të ketë zhvillime të mëtejshme apo do të harohet shpejt, kjo mbetet për tu parë. Për momentin emri Xheneta Fetaut është sërish në skenë dhe po komentohet jashtë mase shumë nga ndjekësit. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.